mu shumë brelonte, e që më kalon për shtypet më dhoja, posa që është zoti Recep Selimi, i cili tha që po të ishte luft deri sot do të kisha qenë ushtar i ushtrisë lindore të Kosovës për me mbrojt vendin dhe për me sliru Kosovën. Prandaj, si që tha dhe Zoni, jenë bo 5 vjetë dhe ka ndryshu edhe në mosh, për s'ka ndryshu në qëndrime. Këta njerëz ashtu që shkanë shku, këta njerëz ashtu do të kthehen me mendjen e tyre të shnosh, sepse çdo gjë që e kanë bërë shohin që e kanë bërë të drejtë, dhe asnjë pikë pishmoni nuk i kanë rënë. Kjo është e mira që ka ndodhur. Nuk janë thy. Edhe pse janë akuzu, edhe pse janë që 5 vjet duke mbajt prapa grilave në burgun e Hagës, larg familjes, larg Kosovës, ata megjithatë kanë qëndrimin e njëjtë. Dhe nuk i bin pishman dhe Recep Selimi tha, jam krenar që kam qenë bashkëluftari i Demjasharit. Ndërsa gjysa e këta akuzës kundër tine është pse ti ke najt me Demjasharin. Që i bie që me pakona Demjashari gjatë do të kishte qenë edhe ai në Hagë. Dhe nuk kanë asnjë pikë mëshire edhe pse organi i akuzës është për këto punë, po nuk e kanë asnjë pikë mëshire për vrasjet, për masakrat që kanë ndodhur në Kosovë nga forcat policore ushtarake serbe, për gjitha akuzat i bin UÇK-s dhe djemve të UÇK-s, të cilët kanë bërë një luftë çlirimtare. Dhe shqiptarët e Kosovës nuk kanë shku me luftu në Beograd. Prandaj akronimi UÇK i bjen ushtrisë çlirimtare që dëshojnë me sliru vendin e vet nga okupatori. Ndërsa gjitha akuza bëhet ndaj ushtrisë çlirimtare dhe ndaj pavarësisë së Kosovës. Dhe po të zgjohet edhe pa ky gjykim. Kanë frikë që këta do ta kundërshtojnë edhe pavarësinë, pse edhe GND-ja ka njoft pavarësinë e Kosovës dhe i ka dhënë fuqi pavarësisë Kosovës. Unë e shoh që besoj në një betejë të fituar.